Do ta shohim një LED, të shohim se çfarë historish kemi aty. Kjo është prindem, babem, kjo është pjesa ma ndishme jetësore jamja, për me folë për të. Fatkeqësisht, unë s'është që mbaj mend shumë, është dëshmor, ka ndru jetë në vitin 99, në kohën e luftës, është i vrarë prej forcave serbe. Resul është pjesa që shumë rrallë e flasë me njerëz, edhe që është, s'po di, është pjesë shumë e ndishme. Sa vjeqe ke qenë ti atëherë? Unë kam qenë 7 vite. 7 vjeqe. Po, fatkeqësisht s'është që mbaj mend, s'është që ja kujtoj zërin, ose thuaj se asgjë prej ti. Asgjë? Jo, s'mbaj mend. Çfarë keni diçka, ndonjë robë, ndonjë simbol, ndonjë shenjë, diçka? Shumë pak na kanë betë, fotot janë krejt 3-4 foto që kena prej ti. Kërkesa prej juve ka qenë që ta kem një foto bashkë me të, mirë po fatkeqësisht unë s'është që kam foto me të. Na kanë djekë gjatë kohës luftës, edhe na kanë betë veç këto 2 foto dhe 2 foto tjera. Ti nuk ke fotografi me të? Jo, nuk kam foto me të, edhe s'është që kam betë diçka prej ti, përveç disa sende shumë të vogla. Po sigurisht flisnin familje. Ata që kanë qenë janë ma të mëdhej se ti e kujtojnë dhe të tregojnë, çfarë të tregojnë për ato? Babi im ka qenë njëri ndër ish gjykatësit më të ri në Kosovë, në kohën e ish Jugoslavisë. Gjatë kohës para luftës e kanë largu prej punës. Vitet 90-a, kanë qenë fillimi viteve 90-a. E kanë largu prej punës edhe ka fillu të mirat me ndërmarrësi. Ka qenë një njëri shumë i fort në kohën e vetë. Ka ndihmu shumë njerëz. Ka qenë shumë humanist i madh, gjithmonë pas përshkrimeve tyne dhe që nuk dëshojsh këtë pjesë. Si është t'jesh bia e dëshmorit, të rritesh pa prezencën e babait? Është një zbrasti shumë e madhe, edhe sado që je një familje e mirë, e kompletume, po në anën e njerit prend, nëse vesh të munga njeri prend, është një zbrasti shumë e madhe në familje. Thuaj se asë njëherë nuk je komplet e lumëtër. Sidomos tek pjesa kur atëherë mësë shumë t'i ki nevoj për figurën atërore. Mu që më ka mungu mësë shumë t'i ka qenë gjatë kohës, kur kam përfundu specializimin, kur e kam përfundu fakultetin, pra kur kam diplomu, kohën kur ju mbo non. Pra në gjitha këto momente... Gjitha momente, sidomos momentet e lumëtëra, atëherë është mungesa ma e madhe e ti.